Për bukuria. Është një kongë mësë më luj me menet madhe, ka pak e kanë menet e madhe, po janë. Ama qka janë? Shumë e vërtet. Edhe kështu që arrita si Shqiponi, me shku atë, mi amor nuk ka kolet për janën. Me grabita? Unë ka të nërë, i ka të unët, me shku me morë për janën, po, që kesh i zotë, ja? Po që qëndrushëm, besa edhe e spritej me ardhë. Jo. Borni ka bon bravo, gotë. Po mirë, ajo të kam bështet gjatë gjithë kohës, me punën, për sfidat e jetës, sepse gjithë se cili kemi sfida në jetë, pa marë parasysh jetës të mirë bashkëshortore që mund ta kemi pasë. Une, sa isha student, pa qenë familjarë. Po. Sa herjem shkur shpit në Malla në Prishtinë, këm këqyren krejtë atë ornamente që në kani, këm këqyre ta kauqë atë, qysh mëj një ditë më bo shpion, qysh mëj me kriju një jetë, qysh mëj me kriju familje. Dhe sot, gjdo gjë që e kem bashkë, kem bon me Hatijën. Bili, aja unë kam punu, kam prunë shpisane, por normalisht aja ka ditën me i ru, edhe ka ditë me qunë me ven atë. Dhe me besë, njëtat gjona që i blejmë, edhe sot, nëse blejnë aja, i blejnë edhe ma shumë, edhe ma lirë, edhe ma mirë, se sa që di unë me blejnë. Se femna dinë edhe shka duhet për shpi. E jo me morë pa nevoj. Gjermani ka thonë, kur jem i uritur, nuk shkojnë veç shërbim me blegjara, ushqimore. Se blej serat pa nevoj që se jem unë, jem i uritur. Nuk e din... Po, kur jem i në gjim, shkoj se i blej vetëm atë që më duhen. Që ka nevoj, po. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Sfida ma e madhe jetësore, se ma herët falim për momentet ma të bukra, po është mirë t'i përmendim edhe sfidat, mos i harrojmë në për gjanat të cilat i kemi kalu. Po, kem pasën sfidat në rëshme një jetë. Ndërshta aja që më dojnë kulminacionin ka qenë në vitet 90-ta. Ka qenë në mas shtiri. Për shumë, kur në kanë largun nga puna. Kur në kanë përndjek. Kur në kanë leo më morë me punën ma elementare, me morë në diqka, me dalë në trega, me shita, me jetua, me rrita të fëmija, edhe atë në kanë leo. Në kanë dalu, dheri sa dhe në largune, në përzune. Pa di që ka pëndodhë, të në ta njerë, që ka në ka ndodhë, sa njeri në ka shku, sa njeri është vra, sa njeri është djekë, sa gjitha ato jenë konë të merë, ku normalisht nuk di cëlla familje në Kosovë nuk ka vujtje e nuk ka varë në zemër që ju mungoj njerës të ma dashërit e tyre. Qëtë ma larkë, qëtë ma ofër, për në funit, kjo ka qenë një fatkesi komtare, përgjësi. Kjo ka qenë gjendja maron, normalisht, në atë ko, po që është e kalu e laja. Shumë e vërtet, po. Edhe nuk të mërmenja që kemi mbrin këtu ku jem, ku kemi qenë. Lirimat më dhe kur s'kemi pas. Ma mirë kur s'kemi pas. Nuk ka qenë. Shtetë kur s'kem qenën. Gjithmonë kem tentua, kem pas dëshirë, është luftu për te, po s'kem pas së dhe kem. E tash, a jem ku duhet, a jem që shduhet, a jem të vepruan që shduhet, edhe a jemi mirë këtu, le t'i shojnë senet njerës që janë kryt, le t'i menojnë pak, le t'a qesin gishtin këtu, e le t'menojnë me kokë, jo me karrik ku ju një ullë. Po me kokë le t'menojnë, e le t'menojnë pak ma ndryshe. Se është dhonë shumë për këtë tokë, në funit, unë nuk di cëlla pjesë e Kosovës nuk është leo me gjak në të vite, edhe vitet e ma pashme. Po, tash jena ku jem, mirë jem, lirin e kem, shpresojmë edhe një e mendojun që një dit bashkimi kombëtar ka me ardhë. Jo formalisht, jo politikisht, nuk po thëmën, po aja ka me ardhë, se ka ardhën. Kur qëtë ta shore ti buj bashkuar me kundë dojmë këtu e me kretë ekipin e bëjmë një program se qfaqim program Shqipni. Shkojmë e qfaqim të Shqiptarët Malzi, shkojmë e qfaqim Preshev, shkojmë Shkup. Ku dojmë, a jem të bashku? Shpirtnisht jenë bashkum. Shpirtnisht të shumë ma e fort me qenë bashkum se kufit. Në fërmunit, këtu kufit administrativ kanë edhe komunat, edhe lagjet, edhe fshatër. Gjitha. Por, ata kufit e mda jenë zhduk,
edhe kombi shqiptar shpeshtrisht o i bashkum. Shumë e vërtet. E keni të i kaluat periudhës, shumë e vërtet, e kanë të i kaluat dhe shumë familje tjera shqiptare që përmendet kanë qenë të përndjekur, dështa disa për tyre dhe i kanë lënë shtëpit, i kanë lënë vendin, kanë emigru, ka për tyre që dhe janë këthy, ka për tyre që kanë mbet, kanë kriju familje, një farë forme janë largu nga vendi tyre lindjes, një fatkeqësie e cila një farë forme një patembesat e gjitha ta që kanë lind e dojnë vendin, e dojnë Kosovën, po prapë se prapë në fund ditës kanë në shtetësi tjetër, nuk ju shkruan shqiptar. Mu më bani shpresë.